Në fshatin Pistoll në bashkinë Vaudes, 85 vjeçaria Lucie Baçli jeton në një banesë e cila është jashtë çdo standardi për një jetesë normale. Shtëpia është e amortizuar dhe rrezikon të shembet, ndërsa ajo jeton çdo ditë me frikën se mos mbetet nën rënoja. Gjendja e saj shtëpi me pa dikush. Këna ndaj me djalit tu, si me thonë, ai shija ftoftë sa jashtë me ndbin. Kjo i nej, se ka najtur copa, ka 30 e sa vjetë. Ja 34, 35. Aja ti në dhe vogël gjanë që e po, karoj tash. Po, tash po. Ko vite po tash. Për si mjetën kam thënë, nuk di ka do të mojmë. Ato ka dita ditës. Kes kokën më zemra në unë, as një helik kodrë dikur kër e ba, as kokën një blok, as kokën një lidhje, as kokër një samë. E moshuara jeton vetëm me djalin e saj Vlash Baçli, 64 vjeç, i cili vuan nga çrregullime të shëndetit mendor. Djali i saj nuk ka përfituar asnjëherë kemp apo ndonjë formë tjetër mbështetjeje nga institucionet shtetërore, pavarësisht gjendjes së tij shëndetësore. Të ardhurat e vetme të familjes janë rreth 150.000 lekë të vjetra në muaj, të pamjaftueshme për të përballuar nevojat bazë. Djali me depresion. E në cak, rrugash, del dërëm 3, 4 del për i shpijet, as një sendinim për i kërkuj se ka, me smonja me nërë, kjo risku jem, i kja shpija që i kam bërë. As nem, as pension, as që ka hone folë, zote mjetë pension tem, hom buk të dy. As një loj kemit, as si zi me thanë, nuk jem, që unë është i rene, s'ke nevoj, 85 vjeqe. Me lot në sy, e moshuara tregon se mosha e thyre bën gjithnjë më të vështirë kujdesin për djalin e saj. Ajo shpreh se shqetësimi më i madh nuk është vetëm gjendja e banesës, por edhe mungesa e çdo mbështetje për të birin. Se jam nonë. E nona pas e përgjithësi tani jetën. Se ajo është burr, den punë, den shërbim. As kërkush sa vani mu, dërëm set një sanë. As për djallë, për hajde mu. Unë për djalli, se unë hajtë. I ka të shonë. As një të ardhën se kam përveç pensionin tem. Ata na kanë braktisë, se fëmi ko odhaj, edhe unë djallin tem, sa tira ku i menë se ku jena, asaj se ku. Drita, uj, ilaçe, mi pa ilaçet e mija, janë dy kutia platë, ti futë sta magit po duhet, pra të shmoshu jemi e tjilë. 85 vjeçaria i bën thirrje institucioneve të ndërhyjnë sa më parë, duke i siguruar një banesë të përshtatshme, si dhe ta ndihmojnë që djali i saj të përfitojë ndihmën që i takon, sipas gjendjes së tij shëndetësore. Kërkojmë me na mirëmojt kusha, me na rregullu pak i këtë, sa mas na bjen me fut kryt në qati, në në djallë. Kërkojmë ne mjelloni ne dikush, kërkojmë ne. Ja, s'kam, kur të hojgën e më boka se dhe bëjnë të më thash. Në kore asë që nështë s'mundëm hiq më qu, do të më qu mja bëjnë sëmë, me asa ju. E moshuara shpreson që apeli i tyre të dëgjohet, pasi çdo ditë që kalon përballen me rrezikun e shembjes së banesës dhe me vështirësi të mëdha ekonomike.